Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Është një vend I jashtëzakonshëm. Është vajzë shumë e bukur këtu mes nesh. Po, jeti dhe kjo nuk është vend. Faleminderit, është Darilda. Ti ke super pami, po ne rrethave do si t'ja bëjmë. Nuk të ndihmoj dot, nuk të ndihmoj dot. Që Genti nuk është në shihet tua. Sa mirë do ishte. Megjithatë, mirë se erdhe Egi në Kape Renën. Shikoj, I kam mirë se erdhe Keli në Kape Renën. Kam do mos e pusë dorën. Greta në Kape Renën. Faleminderit Genti, mirë se erdhe. Avec les participations de l'Orchestre de Lyon. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode avec le pied. Të këngën e kam pasur me Merionin. Do të shumë e bukur kjo histori. Ngeli brenda prap. Historia e Lalit është shumë e bukur, prandaj jam I lumtur që të jetë në Shqipëri. Herën e parë I tha ata gjykatësi kryetar bashkie dhe prish provat. Tani shkoi tjetri tha unë nuk jam kryetar bashkie, nuk kam si të prish provat. Prapë Lamburg. Si shpjegohet? Si shpjegohet? Nuk kam prapë viz, koto njerëzit. Nuk ka prapë viz. Asnjë se ka bërë me ila. Fare. Një përshëndetje të veçantë kemi për ambasadën amerikane në Tiranë. Kështë mbyllë si shkitin kështu. Është dita e dytë që nuk rifreskohet faqja e Facebookut sepse shteti amerikan është në shutdown. Ose le të klikoj Albania. Po. Vetëm për njoftime urgjente mund të jetë e përdorshme faqja e Facebookut e ambasadës. Për faqet tona. Po. Për shembull, urgjente për shembull është që Joe Biden, former president, e gjeti derën. Si shi derën e Bajën. Hey Bo Biden. A morët vesh që Epstein nuk ka vdekur? Jo. Është në atë ishullin me Michael Jackson. Janë gjithë bashkë. Ore, se ti e djalë letërsie. E ke bërë në pyetje vetes çfarë radikale të lira? Nuk e kam bërë, por mund ta gjete libri kimis. Okej, në rregull. Po, pra. Më pëlqen. Pos kësaj kam një përshëndetje të veçantë për gjithë popullin francez. Humori që është bërë sot apo dje me presidentin Macron është niveli i lartë. Sot kryeministri Macronin shkëlqyen. Niveli i lartë. Ti punonte syri, nuk mund të ndash me ne këto informacione. Ç'është kjo gjë? Diskriminim nuk është diskriminim fare, nuk e kemi shumë vjetër. Ai shumë shok e kemi sa na zhvel se njëri. Ta gjej publiku pra. Është një moment shumë I vështirë për aktorët në bar botën. Jo vetëm Francë. Edhe ti prekesh sepse inteligjenca artificiale ka krijuar një aktore të re që quhet Tilly Norwood. Ne kemi diella të tjerë 6 gishta. Po. Dhe këta tani po ja çojnë profilin e saj, po ja çojnë gjithë agjencive që merren me casting, shumë rrallë. Madje ajo vetë ka bërë dhe një video humoristike. Është mbledh sindikata e aktorëve, Emily Blunt, Natasha Lyon, Whoopi Goldberg, Rudi Dembacaj. Patjetër, Rudi. E përshëndesim. Po. Ti është kemi bërë një kështu, kemi bërë një organizat. Genzenele. Po. Kiço Londo. Ai dhe bëri gjithë. Gendi Deska jo. Është audicion. Kiço Parisi. Po patjetër. Po. Kiço Athina. Të gjithë lagjës time. Jemi lagjën e Shkodrës që kene kalu tanka. E kuptova, Kiço Shkodra. Patjetër përndesi këtë Shkodrë. Ta thonë janë kundër këtij karakteri, nuk mund të merret kjo në punë se na lën ne të tjerëve pa punë. Pra kanë dalë kundër inteligjencës artificiale. Me audicion alla kush është më zoti ose kush është më zonja. Tani pritet sindikata e ministrave që të dalin dhe të protestojnë për edhe kryetarëve të bashkisë, janë 6 sop me vende vakante me datë në audicione për kryetar bashkie. Audicione për në mat. Patjetër. Përshëndesim Ermale Asimen. Përshëndesim. Ka një shans këtu apo? Librin e Ermalit ishte duke lexuar Keni apo jo? Fare. Emri na ka nxjerr. Patjetër. Lakohet. Por ama këta të syrit nuk e duan. Okej, në rregull. Jo, më çfarë? Nuk është e vërtetë. Absolut. Ai inshallah ka lënë rroga pa. Nëse rëndësishme është që jeta vazhdon. Ç'a thu? Bravo. Jeni duke ndjekur. Kjo klub e femit. Patjetër. Më pëlqen duhet një përshëndetje të veçantë, duhet bëj për gjithë ata dëgjues të Club FM, të cilët e thon Club e Feni.
Klab e Feni. Kush e thot Klab e Feni? Thon shumë. Vërtet? Duhet të jetë një tip kështu sindrome kjo. Po, që është sindroma Klab e Fem. Është sindrom. Po. Klab e Fem. Sepse edhe Lej Feni dikur kishte një klub të vetin. I lunte Fen. Klab e Fen. Ka qenë ky se ka pas Ho Chi Minhi. Ho Chi Minh City është e bukur shumë. Në Vietnam. Kicho Ho Chi Minh City. Kicho fo. Atë më çera fjala, në këto momente në gjitha trevat. Edhe në shohin live. Jo vetëm Klab e Fem Shqipëri, por edhe në Klab e Fem Kosovë. Jemi duke u dëgjuar dhe atje. Që shpa apatin apo dën. Kjo është arsye që të jeni pak më serioz. Shiko, i dashur që ti moderon këtë emision. Bëj edhe falënderimin e atyre që e bëjnë të mundësuar, ato që bashkëpunojnë, ato që ne bashkë moderojmë. Ai jemi 1/3 Demokraci, është demokraci. Po 25 të gentit. Mua sa më takon. Ty takon ai se i takon Ronit. Okej, në rregull. E shikoj që tu ka mosbarazi. Dhe pse ti di këto gjëra? Çike tjetra. Sot është dita e gjyshit. Ke parasysh? Sot është ditë nga gjithë këtu që janë në studio, kush është gjysh? Faleminderit. Gëzuar. Prandaj. Nga ke gjyshin çam. Okej, në rregull. Pastaj jo gjithë kanë atë fat. Apo këtë po them Vërtet, po. Mos harroni që Kaperenën është një prodhim i Klab e Fem. Prodhim. Mbështetur tek Faktoria. Diku shiku nga ky studio. Që mundsohet nga Fondacioni Shqipëria Hapur, Fondacion Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Okej, në rregull. Po ndërkohë Shqipëria është hap. Ka një hapje, kështu që Shqipëria po. Jo. Ka qenë 2012. Domethënë ka gjell, ka dhe gjellë. Do të zgjedhësh. Gjedhët i përmet vetëm diell. Për shembull ka kombe. Ndërsa diell, po. Jo duhet të ka kombe që nuk i thon përshëndetje, thon përshëlletje. Kombe. E kuptoj. Kështu që jemi në rregull jemi. Ka kombe që janë gjithë në një furgon. Më e kuptoj, po a më dalon fieri me 6 vence, fieri me 6 vence. Mua gjithë këto fakte që të qesh si kafshë. Të qesh ta shiosh zemra. Jo si kafshë. Se ti e meriton. Është dita kundër dhunës sot. Ti the gjitha gjyshit. Çdo dhunoj, të qesh. Edhe gjyshit e dhunës? Po, sa pas gjitha bashkë. Gjitha këto ende i kanë futur? Po. Madje sot është ditë ndërkombëtare e Xhibanit me këngën O Gjysho ku e Lambarit. Feti ka bërë super këngë. E përshëndesim me Xhibanin. E përshëndesim. Gjyshin. Sot është dhe premtare. Po. Do ta nisim sot Kaperenën me një lajm nga shëndetësia. Që me to që bëjnë pamundrët mundur. Sister nuk është rënë. Okej, janë këto që bëjnë pamundrët, se të mundrat e pamundrës janë të nesër. Nuk është e vështirë. Kujtohet që në 30 gusht, si sot, ra një shi i jashtëzakonshëm dhe në katin e nëndheshën pavionit konsultave pediatrike në QSNUT. Si e the pediatrike? Ka një shumë pediatrike. Sot jam me lapsuse. Rendën sanitar, personel që të shpëtoni nga përmbytja pajisja në EEG-s. E ke bën një pyetje vetes për shkakun veç i përket këtij brezi që ke spitale shtetërore që mund bahet janë ala turka. E kuptova, që mos rrigjat. Edhe mos çosh mesazhe. Elektroencefalogram, quhet ose EG? Po, shaj që të vëjnë leshi gjoksit. Po e bëra jam me kaluar. Atje se s'kishin ambiente të tjera. Domethënë e shpëtuan pajisjen. I duhet njeriu pajisja? Po ç'e duhet? E përdori tot kaçetos. Fare. Pastaj ne kemi telefonat për pajisje. Arritën ta nxjerrin në kohë pa dëmtime, por e gjithë kjo luftë më shkoi kot për kot. Nuk është se kanë rrit. Tash unë me Gretën ç'a të bëjmë? EGja nuk punon, prandaj nëse në një fëmijë i duhet EGja në spitalin e shtetit, shko te privati. Të ngrënë të goja mjalë. Ose ja ku e ke dhe Ritalin me atë. Ka një plan B. Selan Janinën. Janinën super, po patjetër. Për faktorin ç'a mendimi ke? Urdhro. Krye fjalë. Na çatra. Krye fjalë. Krye fjalë. Se faktori është drejtuar QSUNT-s. Po, me disa pyetje për problemin në fjalë domun. Pa hënjer. Dhe nuk mori përgjigje. Si nuk mori përgjigje? Ato kanë 2 muaj që s'po marrin përgjigje nga uji, to dy zberishtit. Jepi aty fëmijë të pi, domethënë. Jepi aty fëmijë të pi. Faktoje 18 deri në 20 fëmijë në ditë kanë nevojë të bëjnë EG. Vërtet? Po ne kujtojmë te privati. Fëmijët apo tani çdo EG tek privati kushton 60000 lekë vjetra, se mos kujtoni se është një çmim kushtet se çfarë. E marr vesh. Sigurisht e di se çfarë. Shumëzohet për 20. Pensionet u rritën 300 lekë. Sa ti ke mbaruar ekonomi? 60 lekë vjetra, herë 20. Ha jep. 120 në 1 milion e 200. Varja. E pra. Thuaj 1.2. Po, por 4 vjet më parë prindrit u ankuan. Po. E bumre nga votat. Dhe kështu që pati një shkres ju drejtoi me ankesa me gjëra. Jo, këta të QSNUT. Çaj ato gjithë pastinëllore më për futi zanore për qefme që ngjaj si frazë. Dhe domon javë ja punoj.
Po boll pra se për javë bëhen gjithë konsulta. Një javë, tash 12 fëmijë në ditë, një javë, 7 ditë. Ai që mban vetë sa aparaturës, sa mban kjo zemre s'pankohet. Jo më aparaturë. Pse u prish? Sepse kishte ca njolla të vogla. Shfaqeshin prishja. Domethënë ishte e palexueshme thoni këta, ishte edhe pa sakt se kishte njolla të vogla. Pyetja është pse te privati s'ka njolla të vogla? Iqet pra dorën, tash s'ka velezet, iqet dorën. Jo, s'ka njolla të vogla në privat. Këta faktorë janë të tmerrshëm, nuk e di pse. Ti merresh me këto Merkel, ti merresh me këto. Ti merresh me këto që I lakon dhe emrin. Jo. Ai morë vesh që do bashkohen One Direction. Wow. Po si të bashkohen më ke dikush prej tyre nuk është më. Në ditën ndërkombëtare diares. Marrin shumë zëvendësues. Ata që kanë mbetur. Po. Detaj. Atëherë të përgjithë ata që ndoshta kanë menduar se nuk mund të ketë quize në KPR. Ja, se nuk mund të fitojmë asgjë në KPR, patjetër që ka. Ne ka dhënë me telefonin që ti përmendesh. Për më tepër. Fillojmë me numrin e Kosovës. +33 nëse na drejtoheni nga Kosova, përgjigjur përgjigjen e saktë të quizit. Ma kush po rren, Greta apo Egi? Greta Thunberg. 0692070 222. Nëse na drejtoheni nga Shqipëria. Greta Thunberg gjendet për momentin e arrestuar. E mytje lale. Sa me I kryzor, sa me Janie, vjen në Shqipëri, pallariu ne, pa qyla ne, e fusin mrena e paguajn taksat atë që në Shqipëri, me çfarë fjalë. Po po them, bravo qoftë. Dhe asnjëherë s'e gjë gjë. Dhe është gjithmonë për njëta moshë valla. Do me Rena tona apo të Greta Thunberg tani? Ai kërkojnë ndjes, ka që kishte Greta përballë tash po e referohem. Faleminderit koleg, faleminderit shumë. Na fal gjyshi. Çfarë do ndodh? Pra çfarë duhet bëj Rena Kapsi I javës në këto momente? Unë dhe Egi do të lexojmë. Rena është fjalë, Rena Kapsi është krye fjalë. Saj nuk I punon vetëm syri, I punon mendja mbi të gjitha. Faleminderit shumë. Si ministri. Shijojmë këtë që po themin ne. Po. Do ta shijoj. Por ndërkohë kam për të lexuar variantin e parë të quizit. Bëhet fjalë për një lajm që ka qarkulluar në rrjetet sociale se Iraku ka lëshuar një urdhër arresti për presidentin amerikan Donald Trump. Elhamdulillah pas ka qenë kjo dyja. Me thënë të drejtën, ky urdhër arresti kundër zotit Trump është I vërtet, por ai nuk është lëshuar rishtazi. Bëhet fjalë për një urdhër të lëshuar më 7 janar 2021 nga një gjykatës, nga gjykata hetimore e Bagdadit, si reagim për vrasjen e generalit iranian Qasem Soleimani dhe udhëheqësit të milicisë Abu Mahdi al-Muhandis. Mos dil pa thënë amin. Jepi. Ka dhe I version tjetër. Ka version po. Se gjithmonë ka një plan A, ka dhe plan B. Ka një muzikë rock, ka dhe alternativ. Ka një klasike, ka dhe alternativ. Gjaketa modela të vira që ballonza. Ka fexhi, ka dhe grit. Wow. Të fare I gitarës. Nuk kemi ç'të. Në rrjetet sociale qarkullon një lajm se Iraku ka lëshuar një urdhër arresti për presidentin amerikan Donald Trump. Shumë serioz jetë. Pik. Konservator duke komplet. Po flas për këtë zonën prandaj. Duhet të jesh serioz kur flet për këtë zonën. Po. Jo, ky urdhër arresti kundër zotit Trump nuk është I vërtet. Ose më saktë, ky urdhër arresti kundër zotit Trump nuk është I vërtet. Madje. Po të ishte e vërtet një urdhër I tillë, si ka mundësi që në nëntor të vitit që shkoi, kryeministri irakian Mohamed Shia al-Sudani uroi zotin Trump për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Tani gjithë pyetja është, kush po na thot të vërtetën? Kush po gënjen është pyetja. Kush po na gënjen? Po. Pra Rena Kapsi duhet kapi Renën. Tash unë mendoj gjithmonë që gënjen Egi. Egi gjithmonë mendoj që gënjen Egi. Por më I shkathi më shpejti do të. Dërgoj një mesazh se nuk është qyl kjo punë. 0692070 222 +33 4955144 dhe fitoni një abonim në Tring OTT për një muaj. Sportifikohu në qoftë se do të shohësh Serina, Bundesligën, Champions League'n e çfarë thot vllai ty të. Hey, ti sportifiko me Tring. Bukur. Filluan mesazhet që tani. Saronin që ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dhe prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja. Edhe kjo është vërtet. I thot Greta Faktoja, po është ndryshe kur e thua ti valla. Dhe prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja. E kam harruar bojën lart. Jo, nuk e kisha ke seksi, e kisha ose si duket të nuk ka rëndësi kedi ta, ama se jemi live. Okej. A vazhdoj me gënjeshtra themon? Po lutem me dashur vazhdo. Go ahead. Në rrjetet sociale përfshirë ato shqipfolse, po qarkullon një foto e ushtarëve francez në një market në Moldavi. Çfarë do një ushtar francez në Moldavi? Çokoladë. Besoj
Të njëjtën gjë. Edhe akullore dhe çokoladë. Po. Foto u shpërnda në prag të zgjedhjeve parlamentare të 28 shtatorit në Moldavi, të cilat u zhvilluan nën dyshimet për një ndërhyrje të mundshme nga Rusia. Më fto për një darkë sot. Sipas disa interpretimeve për zotin s'kam lek, gënjeva që kisha marrë rrogën. Sipas disa interpretimeve pro-ruse në Telegram, ushtarët francezë kanë ndërhyrë në zgjedhjet moldave. Të ftoj unë për një darkë sot. Faleminderit, pranoj më një herë. Por Ministria e Mbrojtjes e Moldavis thotë se individët në foto janë atashe të mbrojtjes. Son des attachés të mbrojtjes akredituar. Vjen nga frëngjishtja. I atashuar. Po, të cilët kohët e fundit vizituan në një si ushtarake në garnizionin e Cahulit për një mision monitorimi. Ftoi edhe për darkë ti apo super qemë. Po më. Përfaqësuesit e ministrisë theksojnë se atashet ushtarak janë anëtar të stafit diplomatik të ambasadave, kam kohë dhe nesër, dhe janë punonjës të përhershëm të misioneve të akredituara në Republikën e Moldavis. Boj 2 gota ujë. Për më tepër, kjo vizitë ishte përfshirë në planin e aktiviteteve të brendshme të ushtrisë kombëtare për vitin 2025 dhe nuk kishte lidhje fare me zgjedhjet e së dielës. Zgjedhjet në Moldavi i fitoi presidenti aktuale pro-europiane për tensioni me forcat opozitare nacionaliste pro-ruse mbetet shumë i lartë. Bukur. E ke lexuar kaq bukur sa nuk e ke ide. Faleminderit. Pa ju nuk do ta bëja dot. Jo, ishte emocionuese, domethënë. Ishte emocion. Po. Shikoj sa po thënë vërtet. Se po të ishin dy tjerë dhe kishte bërë ndryshe. Po unë di çfarë them. Ashtu dhe. Kulho Allah. Kulho Allah. Jo, ishte një histori. Okej. Dhe mu ta thuash, s'ka asgjë të keqe. Doni tani të ecim. Keni preferencë se kam çik gjatë lajmin. Është gjatë, domethënë. Është i gjatë, është ky lajm, jo kjo lajm. Ne kemi dëgjuar të rregullt që quhet Ilir Vrenosi. E përshëndesim. E përshëndesim. Po. Edhe ky është shumë i interesuar për zhvillime demokratike në atë vend. Qoftë për Korçë biri. Ka filluar me biri tani, por nuk do të dalin Korçë, më lodh si dialekt. Do të lexoj thjesht si dushti. Si normale. Thjesht për të justifikuar rrogën. Në një frazë, po e bëre nga Pogradeci, pranon. Do shop, aty në qafë pllok e rruga re. Ishte shumë të gjitha sot. E punë. Më mos bëni kështu. Po vlerësoni faktin që ka rrugë. Po le tash s'ka dhe lezet nesër. Pas 14 ditësh. Fala Zoicës. Por e mirë herën e parë i than, dje kryetar bashkie do rish burg. Po në që s'është kryetar bashkie. Pse Rimburg? Shi tash. Lese. Ke dhyrë dalë familjare. E kuptoj. Sa do pëlqen ajo kënga. Unë kam shitur fiq. Me personazhin në fjalë. Verën e kaluar, ministra e infrastrukturës Zonja ose shoqja Belinda Balluku foli për herë të parë për tarifën e tunelit të Llogaras 5 euro. Djavës që kalova është akoma pa lek, se po ndërtohen ato tullet ose dhjodhat, i thon grek. E kuptoj. Si ortodoks po flet tani. Balluku. E përgjithsoi shifrën. Mua më thirr Katerina këtu. Si të doj shpirti ti. E përgjithsoi shifrën në 250 lekë me TVSH duke ironizuar raportimet paraprake si muhabete Behari. Behari është stin, jo emër. Nuk është Mera. Jo. E përshëndesim Barin. E përshëndesim. E keqja është se këta të faktoje, këto që i rrope nga lekët, mbajnë mend verën e vitit të kaluar kur qeveria hapi përkohësisht tunelin e Llogaras. Zonja në fjalë ministra e infrastrukturës ose shoqja Belinda Balluku dha një shifër për tarifën e kalimit e cila sipas saj ishte një përllogaritje diku tek 5 euro, që me kurse këmbimi tani duhet të jetë 4000 lekë. Ke filluar me fol si latin. Evro, po çlidhe ka ortodoks më burr. Okej. Por tha se nuk e kishte të saktë duke qenë se do të përfundonte gjithë. Çka? Kjo ishte era e parë që dha një çmim për kalimin në tunel. Mediat e raportuan gjerësisht këtë deklaratë, duke përmendur shifrën e mundshme prej 5 euro për një kalim. Në krye të një viti, ministria mohoi indirekt shifrën që e kishte pohuar vehet. Mëshiro. Këtë fillim shtatori, Balluku gjatë bilancit për sezonin veror dha një tjetër shifër për kalimin e tunelit të Llogaras, tunalit. Se po vjen me të shti. Nesër. Jitses, me që po i referohemi ortodoksve. Tuneli i Llogaras duke shprehur habi për tarifën që kishte parashikuar vetë më
Si se diko të ashua Çmihi mi E një kalim në tunel për autove Turat Mato thes Kristo Panagjia mu është 250 lek me të vëshë As 10 euro, as 5 euro, as 50 euro As por kemi të gjuar shifra Albiter Tha Balluku duke realizuar atë që I konsideroi muhabete Bearit Të paktën kësaj rehena ne I doli për hajër. Po pra, të paktën zbuluam një rren pozitive më në fund, më kemi dalë me gjysmë çmimi, s'ka më nisë kaq. Ve po se. Po përpara se dia më tej. Faleminderit zë baba. Faleminderit. Pyetja është shumë e thjeshtë, kush po na gënjen? Egi ortodoksët apo jo? Apo protestantët. Jo. Paulin, ç'ke Paulin? Akil rrimir. Të bëj atsure dhe të jemi në rregull të gjë. Demokraci jemi. Po shaka. Ore kush ka gënyer? Unë po Egi. Në 069 20 Plus 33 4955144 nëse na drejtoni nga Kosova. Pa kuj Lilo, mja thar bluzë. Luajmë për një abonim 1 mujor për Tring OTT Sportifiku. Shumë mirë bëjnë ujin. Lëre. A jeni gati për një lajm të rren nga ambienti? Patjetër. Oh, hajde ecim. Patjetër. Ne ky lajm më ka dhënë për shumë, me thënë drejtën, nuk e di për ju a keni kështu grupe chatesh në për WhatsApp pra. Më ka dhënë për shumë kur e kam lexuar. Sepse e pash ca kohë më parë në një faqe shumë të famshme në Instagram, diku nga shtatori, dhe po ju pyes se a keni kështu grupe chati me miqtë tuaj? Po, kam. Përgjithsisht si emërtoni? Grupi çunat dhe shkëmbejmë këto fotot e gocave. Nuk është nevojë. Grupi juaj si quhet? Është Lemeria pafund. Okej. Ta shkëmbejmë të njëjtat foto si grupi çunat. Si në për servise. Sa grupi im që përbohet vetëm nga Goca, po. Quhet Zitellonja. Zitellonja. Përshëndet Zitellonja. Dhe ky gay doli. Domethënë një nga mesazhet e rëndomta te grupi Goca. Absolutisht. Faleminderit. Ne jemi gjenerata e fundit që do të shoh Zitellonja ndonjëherë. Ka qenë një postim në Instagram në 22 shtator. Po kjo na kjo ishte të mërshme Keli. Gili mbajti zi. Po kënga Gilit, si është kënga Gilit? Zitellonja natës. Kot nuk shkon kënga magjike te ti. Ti të bësh edhe urisën kokorosh. Nuk pranon. Ky postim shpreh shqetësime në lidhje me zhdukjen e Zitellonjave brenda gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, ti mund të jetosh pa Zitellonja? Po. Ashtu? Po kur ikin dritat. Po kur s'ke bateri. Ndryçoj vet, janë vet fosforescent. E kuptoj. Është vetë një Zitellonjë. Megjithatë, të gjithat miruesit e Zitellonjave nuk duhet të dëshpërohen ende. Lavdi Zotit. Sepse ekzistojnë. Zitellonjat e bësi mimozat. Po. Do kemi Zitellonja, domethënë. Po, ka ca fakte kështu stresuese klimatike mbi disa prej llojeve të Zitellonjave, por llojet e tjera janë përshtatur goxha mirë. Me ndryshimet e habitatit urban, duke bërë të pamundur që ato të zhduken deri në fund të shekullit madje. Kush është mashkulli I Zitellonjës? Lind pyetja. Zitellonji. Okej. Po shkulli ton Xuxhi, jo Xunxhi. Pra, ka thënë për AFP Clyde Sorenson, shkurt. CTRL5. Jo, sa herë du na mushin mendjen I fusin në fjalë anglisht. E vërtet, po. Ne nuk do të jemi brezi I fundit që do të shohim Zitellonja ndonjëherë, ka thënë ky zotria shumë I famshëm, që është profesor në departamentin e entomologjisë dhe patologjisë së bimëve në North Carolina State University. Dhe ky pretendim duket se ka zënë fillon në një artikull quhet në anglisht. Po, pikërisht, të revistës National Geographic, të botuar me 22 prill të 2025. Është revista që lexon Bashkimin Mjes. Po. Si I thonë premte në anglisht Vanity. Po. Po çfarë Vanity. Ky artikull nuk ka thënë në asnjë moment asgjë kundi që gjenerata e tashme do të jetë e fundit që shet Zitellonjat, por thotë që disa specie janë në rënje për shkak të aktiviteteve njerëzore. Ndërkohë që ekzistojnë 2000 lloj speciesh Zitellonjash. Sa bukur. Dhe ndodhen në çdo kontinent përveç Antarktidës. Të bëj pyetje të fundit ta mbyllim këtu me Zitellonjat. Patjetër. Kto këndojnë me ISO? Po.
Se dia. Po normale valla. E labët keqën vllai. Kuptoj. E lapova kryqit. Qartë. Pas pak do të vim me hit parade në Kap Arenën. Nëse keni vretje, mund t'i shprehni këto nëpërmjet mesazheve se ende nuk e dim kush po na thot vërtetën. Greta me sytë e saj të bukur, apo Egi me sytë e tij jo të bukur. 069 20 70 222 +33 49 55 1144. Për Trink po lym, sportifikohu. Dakor. Hey! Kap Arenën me Kelin, Gretën dhe Egin, çdo të njëjtë, nga ora 16 deri në 17 në Radio Club FM Shqipëri dhe Kosovë. Kap Arenën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Kap Arenën. Jo për gjë, po ato do të thoj edhe unë. Tani po më shkon Arvikita, po na ndjek. Cili? Përshëndetje zoti Kita. Kemi shok, faleminderit. Edhe sot keni një super kimi të tre. Ashtu. Ju të hap me dokument po desha. S'po gënjej. E di që mua dje Ardit Roshi më tregoi se si quajnë në të vërtet Arvikita. Do tha Arditje si quhet Arvikita në të vërtet. Si quhet restoranti? Po çe duam. Se dija që ishte latinisht. Arvikita është legjend. Është legjendë. Është fat që jetojmë kohën aty. Dhe është i vetmi që e njeh kimin pastaj gatuan. Pa provuar një kokë në këtë moment. Me shisha meshkuj shoqërohem unë. Kuptoj largo. Jo ta kuptosh mirë. Largo. Me gjëra fjalë jemi gjithmonë. Roshi, shoku yni që ka koha mujtësiut. Unë fakt kam pas shok babin Arditit. Ashtu shkone. Që le të jemi serioz, vllai se njerëzit paguajnë lekët. Patjetër. Kap Arenën është një prodhim. Prodhim Bulmeti I Club FM në bashkëpunim me Faktoje, por që mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Shumë e vërtetë. Në këtë moment ne kemi një quiz aktiv që duam t'u rikujtojmë. Mos rrim në mënyrë pasive. 069 20 70 222 më. Dhe +33 49 55 1144. Dhe luajmë një abonim 1 mujore në Tring OTT Sportifiko. Mjafton gjeni cili prej ne të dyve po gënjen, Greta apo Egi. Kush po gënjen? Top 5. Asgjë sigur dielli. Për këtë javë, Rena numër 5. Në rrjetet sociale qarkullon një seri imazhesh të cilat tregojnë një grup fëmijësh të ulur në një bibliotek, duke dëgjuar persona të ndryshëm të veshur si personifikime të Satanait. Djallit. Asgjë sigur djallit. Këto pamje kanë shërbyer si prova të ekzistencës së shkollave satanike. Dhe këto postime janë shpërndar me 10 herë dhe pretendohet se në Perëndim janë hapur shkolla satanike. Ku aplikohet për to? Si ku aplikohet? Ke Albania. Është Angus Young. Megjithëse imazhet e mësipër më japin më shumë idenë e mësipër. Imazhet e bashkëngjitur, Roni ndodhen këtu. Duart lart. Japin më shumë idenë e një feste me maska. Që përmbahet në një bibliotek shkolle, por gjithsesi janë thjesht pamje të prolluara me anë të programeve të inteligjencës artificiale. Të gjitha imazhet janë firmosur në cep nga autorja e tyre, The Pumpkin Empress, e cila ka konfirmuar vetë se këto imazhe janë të gjeneruara me IA. Të degeneruara me. Sidomos ky byreku me pumpkin është nuk di ç'të them Lale. Po. Ti kur e le shkollën? Në fakt ishim klas 3. Edhe unë përjashtun semestrin e parë. Edhe unë kapur me Fernet. Po s'ke çe. Zysha letërsisë. Fernet. Po, notën sjellje. Mua kur më kam vënë 4 zysha letërsisë, që ishte hera e parë kur mora 4 në jetë. Me këto sy të bukur. Po, pra Keli, më tha kush e ti që të kundërshtosh Dante Alighirin. Dhe zysha ka qenë kështu. Përshëndetje. Si ka emrin? Marcela. Rojnçke. Rena numër 4. Që kam unë. Në rrjetet sociale ka qarkulluar një fotografi e Papa Francesku, i cili tregohet i shtrirë në një shtrat spitalor me respirator të vendosur në fytyrë. Po sigur na ka lënë. Pretendohet se këto pamje janë kryer në kohën kur Papa i ndjer që shtruar në spitalin Gemelli në Romë. Te spitali ku ka qenë ministerion. Po. Megjithatë, fotoja bën që është rrenë dhe e kryer me inteligjencë artificiale, pasi Papa Francesku është i shtrirë me teshat e tij ceremoniale papale, madje edhe me ksulën e bardhë.
Kjo është njësoj sikur ta mendojmë doktorin që flet me kostum. Kjo veshje do të ishte tepër në spital. Një tjetër treguesi fotos së rreme është kryqi i varur në qafën e papës, i cili nuk i përnjëson atij që mban papa zakonisht. Pra, me një fjalë, Papa Francesku nuk ka qenë i shtruar ndonjëherë me gjithë veshjen papnore. Papa Vasili. Kaq. Rena numër 3. Që ka radha ime. Pra. Okej, në rregull. Një video Një video tregon se si ngjyrosen domatet me sa të fillosh. Si ngjyrosen domatet? Një video apo një video? Një video në shqip. Okej, atëherë. Një video tregon se si ngjyrosen domatet me pompë. Po kemi shënuar klas parë. Kë? Më fal, si ngjyroseshin domatet? Jo, po, shikoj. Ku e ke mësu fjalën video në klas parë? Po domethënë asnjëherë nuk hyhet pa paragjell, tani të lutem. Që të drejtë. Tjetër punë që kryen punë të paragjella. Vazhdojmë më tej. Një video tregon se si ngjyrosen domatet me pomp nga një person i maskuar. Me pomp. Megjithatë, një video e këtill, po, nuk është autentike. Mos. Se tregove gishtin tregus? Ajo. Gishta unaz. Më fal. Ajo është degeneruar me anë të programeve kompjuterike që përdor inteligjencë artificiale. Okej. IA ose AI, nuk ka rëndësi. Dëshmitë kryesore për këtë është skena ku personazhi pikturon domatet me pomp. Ato zhduken në ajër kur harrin në fund të linjës së montimit. Faktoje, urdhro, se do që ndërpres. Edhe këtu te pompizmi do futen faktoje? Jo, po. Eksperti pompës. Po gjymë fort valla. Si burra do të keqë vllai. Faktoje ka verifikuar edhe më parë imazhe që shpërndahen si të ishin të vërteta, por janë krijuar në fakt me anë të programeve AI ose IA. Megjithatë, domate të bukura dhe pa shije ju gjen Egis atë doni. Ç'është kjo? Egis atë doni. Egis atë doni. Pas ka shkruar greqisht. Ore lule bone. Media të mos i bëre këto. Jo, unë jam shumë i lumtur që vendosa të emrim këtu. Po, pra. Në media sociale është publikuar një video e trajnerit të Manchester City, sa qef e kam zotin Guardiola. E ke qef e gjithmonë? Pa, i cili shfaqet. E ke pa gjatë një ndeshje vetëm për shtyn tok. Po më mirë se Joachim Löw prezantohet me kompaninë aty, Banit. I cili shfaqet në stadium duke shtrënguar duart pas një ndeshje, por ndërkohë që është duke injoruar një prej tyre. Pretendohet se personi në fjalë, që u injorua nga Guardiola, ishte një përfaqësues izraelit. Faktoje tash. Faktoje ka bërë një kërkim në lidhje me këto pretendime që qarkullojnë online dhe në një verifikim të bërë nga kolegët e Reuters. Dhe me Reutersin kam punë këta. Pra, theksohet që në fakt personi në video, të cilin Guardiola nuk e takoi, ishte ish trajneri anglez i futbollit Alan Smith, jo një përfaqësues i Izraelit. Arsyeja e njorimit nga Pep Guardiola ka qenë thjesht një shpërqendrim i këtij të fundit. Tash edhe këto nuk është se, do të thonë nuk dyshoj tek faktoja, po do e kem ndonjë. Në shqip është video. Sikletë vjetër. Në shqip është video. Po pse është video? Është shkruar, por ne shiko. Video. E ke përdorur termin video tim kohën e Verogjës? No. E pra se s'kishte nuk njihej si fenomen. Ishte video. Kishte në atë kohë kishte me VS, po se kishin gjithë. Ka pas para 90-s VS? Pse ku i kemi pas? I ke pas me 4 kokat jam me 2 koka. E bële tani. E pa tash mos bëj tabllon. Ato filmat e parë ku i kemi parë. Nuk ka pas kohën e Verogjës, ta them pa shaka. Po i them kohën për referohem sistemit. Nuk njihej si fjalë. Si i thon bambi në italisht? Nuk e di, unë s'di italisht. Nuk përdoren në Itali. Nuk njihet. Rena numër 1. Fakt, ble, shikoj. Se ka Egi E mora vesh me atë Renën, e mora. Egi vendin e parë. Ka më ke çka u mbyllë vetvete, nuk ka bambi italianët e bur. Kam 3 Vetëm salcë domatesh kanë. Okej, jepi. Zero sa thash. Po pse? Jemi në pjesën e parë. Në perren e parë, ka perren vit paredi parë. Rrini të qeto njerëz. 4 pika. Frikjo, kujdes pa. A kupton pse ka Egi vend e parë? Kishte autobusa kur dik zbritet. Kryeministri shqiptar, shoku ose
Zoti Edi Rama, po flas me dy pjesa që të marrim më së të mirë. Nuk është shpallur person non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duart lart. Unë s'mund të ngresë kam tekstin. Në rrjetet sociale po qarkullon lajmi se kryeministri shqiptar Edi Rama u shpall non grata nga SBA. E ka ngatruar me Genën. Gena është shpallur non grata. Ose nga SBA, për shembull Falberisha. Bukur. Në fakt nuk ka asnjë njoftim zyrtar që Departamenti Amerikan i Shtetit që në shqip është Dashi, që e shpall Edi Ramën persona non grata. Ai shiko, mund të flasim se nuk na gjën ambasadën e. Është mbyllur. Është mbyllur se është shutdown. Nuk është updateuar. Ai nuk është përfshirë në listën e zyrtarëve të personave që janë përcaktuar të tillë nga Departamenti Amerikan i Shtetit ose Dashi në shqip. Po, Dashi. Ose Demi në shqip. Ose Briciapi në shqip. Ashtu dhe. Ose ura vajgurore në italisht. Si ishte, më fal. Terreshti tjetër. Jo, për krahasim në datën 19 maj të vitit 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit shpalli ish kryeministrin, mos i referohet ish kryeministrit. Sali Berisha si person non grata për korrupsion. Si duket kur ka thënë ChatGPT-ja, kryeministri ka marrë atë ishin. Se thot, po jam mësuar 13 vjet me këtë. Vlla, ke mësuar 13 vjet me këtë? Ky njoftim gjendë leksish faqen zyrtare të Dashit. Pedera. Nëse ky ishte hit paredi, më keq se kaq nuk e bënim dot, por a mund të bëj një deklaratë shumë të fuqishme? Patjetër. Kam gjetur mënyrën unas të martesës. Urdhro. Jo, nuk ka problem atë, po për diçka edhe më të vlefshme se kjo. Nga ky moment e mëtej nuk do të ketë më kaperrenën sepse askush më nuk do të gënjej kurrë. Ike, ishte kaperrenë komplet. Jo, kam armën bërthamore. Me fuqinë e kristalit të diellës. Për ata që janë tharbuzët. Për ata që janë në radio dhe nuk e kuptojnë çka ka në dorë Greta, është një lodër Exi. Exi. Lodër Exi. Exi. Jo, nuk më, s'është e Beksit. Ska rëndësi. E rëndësishme është që tani do kthehemi. Beksi ka gjë fusha Beksave. Po. Pse nuk ishte lodër Exi? Jo, është Sailor Moon. Amica Sailor Moon. Atëherë do ta gjejmë kush na gënjeu apo jo? Është në jurisdiksionin e të bukurës. Po, them ta kalojmë edhe një herë të variante sepse sigla se kena bëj investime. Okej. Ne rreba Perenën. Gëzou, Greta. Gëzou, Egi. Po gati jam për gëzim. Hey, ti sportifiko, ndërkohë që po dëgjon variantin e Gretës dhe të Egit. Në rrjetet sociale qarkullon një lajm se Iraku ka lëshuar një urdhër arresti për presidentin amerikan Donald Trump. Me thënë të drejtën, ky urdhër arresti kundër zotit Trump është i vërtet, por ai nuk është lëshuar së fundmi. Falë kthimit. Bëhet fjalë për një urdhër të lëshuar më 7 janar 2021 nga një gjykatës, nga gjykata hetimore e Bagdadit, si Rakim. Për vrasjen e generalit iranian Qasem Soleimani dhe udhëheqësit të milicës irakane Abu Mahdi al-Muhandis. Po, brez tjetër. Mbaroj, kaq ishte. Ka dhe një alternativë tjetër. Ka dhe një version tjetër. S'mund të jemi kaq kështu domethënë. S'mund të jemi kaq tradicional. Se jetojmë në një botë hapur. Në rrjetet sociale qarkullon një lajm se Iraku ka lëshuar një urdhër arresti për presidentin amerikan Donald Trump. Jo, ky urdhër arresti kundër zotit Trump nuk është i vërtet. Madje, po të ishte e vërtet, një urdhër i tillë si ka mundësi që në nëntor të vitit që shkoi, kryeministri iraken Mohamed Shia al-Sudani uroi zotin Trump për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Atëherë gjithë ideja është kush po na gënjen, Greta apo Egi? Atëherë, unë dua të lexoj mesazhet sepse kjo është një nga herët e rralla që kemi vërtet shumë mesazhe. Do ta nis me Ev, a ke konkuruar si vjet për në festivalin e RTS-s? Është për Evi Reçi, për emisionin e parë në mëngjes. Është kapë renën, po shumë është kur mbas Sailor Moonin dorë. Pse ju menduat se mund të thjesht të qeshti me mua? Jo me shpirt, jo, janë rregull. Po rregull jam se vetë lexova. Atëherë dikush shkruan Amarildo Egi gënjen. Si do duket fjala agent? E bukur. Agenda. Gënjen Egi. Eri shoferi shkruan e përshëndesim Erin. Keli atë videon për dark thot? I ka erdhur tani. Më të shihmë. Dyshe buk me dyshe. Pra. Dikush tjetër shkruan Greta, Egi Greta. Përshëndetje grupi Kaperenën. Jeni kot. Pëlqej shumë. Kelo sa për sytë e Egrit i mosh ligat se sa të ketë ploncin është në rregull, respekte nga çunat e sallomit. Egi.
Unë jam vegetarian. Unë jam vegetarian. Faleminderit. Saloni të bukurisë. Salomit. Enio dëshiron të na ndriçoj duke thënë, "Ka në mo italianët bamje", i thon gombo? Nuk e di. Ja shikon pra që jemi 6 veta këtu. Kushi gënjen mashtrues thot Blenardi, përshëndetje grupi. Keni kjo përgjigje për... Ora, do na thuash kush fiton apo jo? Po, sepse dua të gjej më të shkaftin, më të shpejtin dhe kam gjetur. Shkati më i shpejti është Esioni, me numrin e telefonit 209 në fund. Ai e ka gjetur që mashtruesi i kësaj jave në Kaperrenën ishte Eglen Laknori. Të virend. Kam cip. Dhe pikërisht ai fiton një abonim në 1 mujor në Tringo të domethënë për mund të shoj Bundesliga, mund të shoj Serie A, Champions League, ka plot gjëra. Patjetër, basketbol e kështu gjëra. Për sa i përket bamjeve, il fufu. Ai në rregull. Impasto a base di manioca bollita viene spesso consumato con carne, salsa di gombo. E salsa speziata. Ti e bëre salsën për këtë vit? Jo. Okej. Na smorën domate do. Jo. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Pesticidet ato që po. Prandaj gombo ose gombi. Domethënë ka të drejtë, më thuhet, kështu thuhet. Nuk ka, është vetëm në një vend në jug të Italisë. Dikush e ka shkruar Gerta Gënjen, më tej ka thënë Greta më fal. Se dia, se ne ti kishe një tjetër, Englin. Atëherë nuk na mbet gjë tjetër vetëm se të themi që ky program është prodhuar nga Club FM me mbështetjen e Faktoje dhe është mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Shumë vërtet. Ju lëm takim të njëjtën e ardhshme. Dhe me përshtypjet më të mira ju themi tashmë nuk na ka mbetur gjë tjetër vetëm se të shkojmë tek Egi apo si i themi ndryshe Family Team. Dhe të përshafojmë Family meeting. Në lart vetëm. Kaperrenën është një prodhim i radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.